erdhët në një video të re, më përpara se të vazhdojmë, injoroni rëmojën këtu. E injoroni. Unë po bëjmë gati për pilates. Sot është e martë, e kam pushim, fëmijët janë në shkollë, dielli po shkëlqen, jam e lumtur, plot energji, puçrat që kisha po më ikin avash avash. E nisim të vitin me të vërtet shumë mirë. Gjëja që do bëjmë më përpara se të ikim është që të vendosim pak concealer, të rregullojmë vetullat dhe të vendosim pak mascara që të ndajmë më bukur, sepse nuk mund të dalim kështu njerëz. Nuk mund të dalim kështu. Wait. Concealer, brow gel, mascara, blush, and that's it. Atëhere, jam shumë e lumtur kur I kam të ditë pushim edhe rastisë trajnim grupi pilates, sepse jo çdo trajnim grupi më pëlqen atje. Edhe po, kam thjesht 2-3 që më pëlqejnë shumë dhe veten me shumë qef, edhe sa që rastisin, kur unë jam pushim, lumturojmë shumë. Just a tiny bit. Tiny bit. Këto ditët të marra me qetësi kështu, kastile vetëm për të stërvitur, këto janë ditët perfekte për mua. Kaq mirë. Jeta jemi në rregull bashkë. Unë kaq dua edhe pak shopping. Pasi të përfundoj në pilates, më duhet të veten në qendër te posta, sepse më erdhi një email dje që ka një letër për të tërhequr. Nuk I kam fare idenë se çfarë është ajo letra, përse më vjen. Rëndësi ka që mos të jetë asgjë për të paguar. Kjo ka rëndësi. Edhe uroj pakas që të filmoj sot tek stërvitja, edhe pse ndjem goxha në siklet kur filmoj atje, por kjo është sepse jemi në një sallë njerëz, edhe ka të paktën 20 persona ajo salla, edhe nuk e di, ndjem shumë në siklet kur filmoj, edhe të tallohesh që filmon, domethënë, të tjerët të shikojnë, dhe përveç kësaj vete atje për të stërvitur dhe dua thjesht të përfundoj stërvitjen, të fokusohem dhe ta bëj mirë. Këto janë 2 arsye kryesore, por sot do përpiqem të filmoj sepse e di që kjo gjë është shumë motivuese për të parë. Unë të paktën ndjem shumë e motivuar kur shikoj të tjerët se stërviten, edhe dua që të motivoj dhe vajzat që më ndjekin, dhe mamat që më ndjekin, që të hapin dhe ato stërvitjen për veten e tyre, të lëvizin trupin, të ndjen mirë, të forta, me vetbesim. I love it. Kështu që ecim. Sinqerisht nuk kam as edhe një plan për këtë video. Nuk e di se çfarë do filmojmë edhe si do vej, por ta nisim një apo jo. Pse mos ta nisim një? Jadę moją robotę. Hej!
ngjyra është të zjedh. Ma finns det inte brun alltså. Skor på min katt, det låter bra idé visst. Ja, jag ska göra olacka. Duhet vesh të më fikësh dritën zemra ime. Oh my god. Kam dhe pak, kam dhe pak. Kam dhe pak. Da. Thank you. Çfarë kam unë për të treguar juve? Çfarë kam unë për të treguar juve? Dita tjetër dhe mirë se erdhët në fytyrën shumë të lodhur. E shikoni të puçën këtu. Më thëmë shumë. Te këta radhë që duken edhe pse unë ulem larg. Kjo është e gjitha sepse sot është dita e parë e ciklit edhe kjo shpjegon shumë gjëra. Shumë gjëra shpjegon. Shpjegon arsyen pse unë 5 ditët e fundit duke parë K-draman që po ndjek, kam qarë për gjë më të vogël. Shpjegon sjelljen time prej psikopate jem rëm. Këtë poçën që më dham, këta rastëzinj që tani duken mirë, por jo nuk duken fare mirë, shikoni. Shumë e lodhur duken. U thash që kam marrë pushimet e Pashkve. U thash dje. Jo nuk u thash. Sepse kjo shpjegon akoma dhe arsyen përse dje nuk u flisja dot tamam. Sa herë që doja të flisja, nuk flisja dot sakt. Kjo shpjegon akoma edhe këtë gjë domethënë. Por nuk u thash që unë kam marrë pushimet e Pashkve. Dhe unë u bëra gati tani sepse do vetë të takoj një shoqe të cilën kam shumë kohë pa e takuar. Kam shumë ditë pa e takuar. Jo ditë, ko njerëz, ko tamam. Edhe do vemi të bëjmë 2 muhabete si njerëz të rritur dhe me zi pres dhe më kam marrë malli për pak girly time. Edhe më pas do vetë të marrë fëmijët e mi, që është dita e fundit që unë i çoj në shkollën e Kopësht, sepse dhe ata marrin pushimet e tyre të Pashkve. Dhe fillojmë zyrtarisht në 22 prill, që i bie të martën që vinë, apo jo? Po. Unë filloj punë, ata fillojnë rutinën e tyre, kështu që po, shumë mirë. Unë jam këtu sepse një çiftin i cili ne shoqërohemi ka lindur vajzën e tyre numër 2, ka një bebushe, edhe unë isha që bëra pak shopping për bebushen e tyre, se do vemi të takojmë si bebushen dhe prindit të fundjavë. Dhe mendova t'u tregoj sepse janë shumë të lezetshme. Dhe kur isha dje që po bëja shopping për vajzat, them për vajzat sepse bebushja ka dhe një motër të madhe, 3 vjeçe. Edhe mora dhe ca gjëra për të, jo vetëm për bebushin. Edhe kur isha që bëra shopping për vajzat, ishte momenti më i lezetshëm ndonjëherë. Diferenca që njeriu bën shopping për djem e për vajza është shumë e madhe. Të gjitha e adhurova, nuk e dija çfarë të blija, sepse të gjitha më pëlqenin, të gjitha doja t'i merja. Dhe mendova që t'ua tregoj sepse janë shumë të lezetshme dhe i adhuroj të gjitha aq shumë. No, si fillim do t'tregoj çfarë i mora motrës së madhe. Dhe gjë e parë është kjo bluza këtu roz, e shikoni pakës. Kjo është shumë e lezetshme. Shikoni. Më pas, mora dhe këta për vajzën e madhe. I shikoni si ka mangat. Oh my god, I can't. Shikoni. Dhe i mora dhe këto xhinkset e shkurtra. Nuk mundet. Kurse për bebushen e por sa lindur, i mora këto 2 pal geta. Si themi ta mësh? Por po, unë nuk them geta. U mora këto të dyja, që janë si roz, më pas to çorape, super mini çorape. Shikoni, shikoni se e vogël, është sa kishti im. Nuk mundem. Dhe, excuse me, më fal pak. Shikoni, është sa dora ime. Beli këtyre, duhet ta kesh sa dora ime. I can't. Më pas i mora këtë setin me body. Shikoni, edhe kanë edhe streqet brenda. Dhe vinë me semra të vogla sipër. Shikoni, shikoni. Oh my god. Dhe gjë e fundi që mora bebushes ishte ky fustani jeans. Edhe kjo bluzja. Që ka këto lullet këtu. Dhe kjo është gjëja me lezetshme në një herë.
Për sa muaj që e marrë këtë? Më duket se ishte 6 me 9, diçka e tillë. Jo, ishte me vogël, çfarë them 6 me 9? 6 me 9 është shumë. Ishte 3 me 6, më duket. Tada! Sepse jam ora që ta vesh të behar, prandaj. Por nuk janë gjëra më lezetshme që keni parë. Tani duhet t'i paketoj, edhe uroj shumë që vajzat, edhe mami vajzave, t'i pëlqejnë këto rroba, sepse kam zgjedhur me shumë qejf. Oj, zoti i madh, më thoni çfarë mendoni për këto rrobat e bebeve. Tani unë për pak do dal, edhe do shihni përsëri. Thjesht doja të ndaja këto rrobat shumë të lezetshme me ju. Nuk e di nëse do u marr sot kur të dal, sepse siç u thash, do përqendrohem pakës në moment. Kam këtë xhaketën xhinkse të re që kam blerë, e cila është e shkurtër, shikoni. Dhe akoma se kam veshur. Por gjithsesi dhe sikur ta vishja tani nuk shkon aq shumë, apo jo. Kështu që ndryshojmë plan. Do vesh, nuk e di, do vesh xhupin e bardhë prap. Prandaj u them unë që gjithmonë përfundoj tek të njëjtat rroba, shikon? Kam një dollap plot me rroba dhe përfundoj duke veshur të njëjtat. Dhe si po u tregoj outfitin tim super bazik. Kemi xhinkse super të gjëra, shikoni? Një nga H&M me këtë ngjyrën e zbardhur. Dhe këtë bluzën që kam marrë në Levi's, shqip shkurt. Edhe do marrë çopin tim të bardhë që vesh gjithmonë. Sepse xhaketat e tjera e kam shumë të holla, palto nuk do të marr se jashtë ka tjell. Po ato do përfundoj duke veshur. Ku jemi? Unë erdha në shtëpi. Kam pak të sjerë dhe sinqerisht, vetë mora fëmijë dhe u kthyem shpejt në shtëpi. U bë shumë vap jashtë, u bë shumë grot. Kështu pa pritur, sepse në mëngjes ishte goxha kështu freskët le të themi. Por u kënaqa sot me shoqen time në kafe. Njeriu ka vërtet nevojë që ta lë më njanë çik rutinën, edhe gjërat e përditshme dhe të krijoj kohë për shoqërinë. Dhe flas për njerëz jashtë familjes, sepse dhe ata janë po aq të rëndësishëm sa të kalosh kohë me familjen. Kanë dhe ata vendin e tyre, për një arsye e kanë. Njeriu ka nevojë. Edhe unë jam një person që e lë shumë rutinën, shtëpinë, punën, fëmijët që të kryesojnë, le të themi, dhe ata janë gjithë jeta ime dhe haroj që duhet të kem dhe unë një jetë. E haroj këtë gjë. Dhe sa herë që kam këto ditët, kështu, them duhet ta bësh më shpesh. Pse nuk e bën më shpesh? Pse nuk i dedikon këtë kohë vetes? Është shumë e rëndësishme. Edhe duhet të ndaja këtë mendim, sepse ndoshta ka shumë njerëz si puna ime që përpiqen shumë në të gjitha anët, por harojnë që duhet të ngadalsojmë pakës, sepse koha kalon shumë shpejt edhe lëm rutinën që të na marrë me vete, domethënë, nuk e di si ta shpjegoj. Por sot takimi me shoqen ishte ajo çfarë unë kisha vërtet nevojë, edhe po, duhet i bëj një premtim vetes që duhet ta bëj këtë gjë më shpesh. Më përpara se të takoja shoqen, vajta gjysmore më përpara te qendra Kastile, sepse më duhet të futesha në normal, edhe bëra edhe një xhiro te H&M. Edhe shkon çfarë bleva. Është një bluzë me jak. Tada! Dhe shumë e lezetshme. Jo hoqja etiketën se e provova pakës, pasi siç u thash kam pakës që kam marrë në shtëpi. Por shikoni sa e lezetshme që është. Më duhet ta hedh për të larë sepse vinera dyqan. Por më pëlqen shumë edhe mendoj se më shkonte shumë. Edhe po, me një pak xhinkse dhe njaj super cute. Ka dar shumë kjo model tani në modë. Lëpish se nuk kam tjetër shpirt. Të bleva vetëm një sepse e di që po pate më shumë i ha të gjitha. Okej, herës tjetër. Herës tjetër. Okej? Ami po tregon sa gjëra këtu, mendon se mund të tregoj edhe për sa minuta dhe pastaj do vite ty. Okej? It's the vibe. Ajo çfarë mora të normal
ishte kjo lip dhe cheek tint, i cili kushtonte vetëm 48 kruna në W7. Dhe përsa i përket produkteve për buzët në W7, që i gjeni tek normal, unë i pëlqej shumë, sepse janë shumë të lira, edhe janë shumë të mira, dhe unë mendoj se ja vlejnë dhe gjithmonë i blej. Do si ajo? Prisni. Tani s'kam kohë që të hap të tregoj si ngjan të faqet e të buzët, se duhet të gatoj dark. Edhe sigurisht do vi Skype më ndërpres përsëri. Por u premtoj që kur ta përdor për herë të parë, do ta provojmë bashk, që të kemi një opinion të sinqert. Atëherë, gjë tjetër që mora për buzët, nisni kusht. Janë 2 lapsa. Janë pak e çuditshme sepse nuk pëlqej të harxoj shumë përsa i përket produkteve të buzëve. Mendoj se nuk ja vlen të harxosh shumë. Pasi është diçka që vendos të buzët dhe me njerë fshihet dhe gjithmonë i blej të lira dhe të mira mundësisht. Edhe për mua, kjo marka ja vlen. Mora 2 lip twister në këto 2 ngjyra këtu. Kjo është kafe, kjo është si qershi e zënt, nuk është ama me kuqe. Edhe këto janë shumë të mira. Unë kam edhe tonalitetin nude te këto edhe më pëlqejnë shumë. Mendoj se ja vlejnë shumë fare. Sa i mora këto? Ishin shumë të lira dhe ato në fakt. 12 kruna! Shikon që të lira. Super vlen. Kurse kjo ishte 48, në mbajta mirë më atë. Gjatë tjetër që mora ishin 3 çokolata, një dash fëmijëve, kurse 2 mbajta për vete dhe do i moshej direkt. Yes, I'm that mom. I mora sepse janë shije që unë nuk kam parë më përpara dhe nuk kam provuar. Ju e dini që unë nuk i konsumoj shumë sheqerin, përpiqem ta evitoj, por kam goxha ditë që nuk kam në sheqer. Edhe do ha një pjesë në ajo me karamel dhe një pjesë në ajo me çokoladë të bardhë, kurse tjetrën do ja lë Ervinit. Kështu që dhe ju që jeni me regjim, që më ndiqni në Instagram, hani ëmbëlsira, por kujdes me porcionin, mos egzagero. Sepse nuk duhet të hash më shumë se ç'duhet queen. Mora një shampo për bebat, se u mbaronte. Dhe një shampo për burin, sepse dhe ati po i mbaronte, dhe mora dhe gjëra personale higjienike femërore. Edhe këto ishin gjëra që unë bleva tek normal, dhe tek H&M që bëra pak shopping. Atëhere, po? Leo të tha ik. Leo, i tuaj hajde vajt. Sepse nuk do të hajse ato. Ok, unë të ullishtë të karikja, afer tavolinës. Po? Edhe kështu shkërpusim sheri. Tani, do bëjmë gjelë me bizele për dark. Vajti ora? 4:10. Unë sot sa shpej që i këndita. Si më mos të lumturohet njeriu kur ka parasyve këtë kafe kaq të bukur, kafeja ime numër 2. Ora është 9:10. Unë jam ngritur që në 6, jam marrë me lavatriçe që në mëngjes, por sot kam fëmijë në shtëpi edhe do dedikoj gjithë ditën atyre sot. Do dalim, do luajmë, do pikturojmë. Nuk e di se çfarë do bëjmë akoma, por do i mbaj të zënë me pak fjalë, më duhet i mbaj të zënë. Dhe mendova ta mbyll këtë video këtu. Kjo video ishte shumë moment të fundit, komplet pa plan. Thjesht hap telefonin dhe filmova me thënë. Edhe gjithsesi uroj të ketë pëlqyer. Uroj që të ketë dhënë pak pozitivitet, buzëqeshje, inspirim, diçka të keni marrë në kjo video. Ne do shihemi së bashku te video radhës. Puthje për qafime, pafshim, do shihemi.